Në vlerësimin ton bazuar në atë çfarë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë ditës së sotme ka monitoruar, procesi ka shkuar në pjesën e tij dërmuese me një përjashtim sporadik, në përputhje me të gjitha rregullat dhe standardet. Problematikat e konstatuara kryesisht në mëngjes, në momentin e hapjes votimit, janë adresuar menjëherë nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përfshi këtu problematika që lidheshin me paraqitjen e komisionerëve në qendrën e votimit, të operatorëve të përdorimit të pajisjeve elektronike të identifikimit. E me këtë rast sjell edhe një herë në ndjenin tuaj që procesi i identifikimit elektronik ka shkuar shumë mirë, për ato 4 raste, dhe ajo çfarë më së pari të gjithë do duhet kemi në vëmendje është qetësia që do duhet tu krijojmë veçanërisht partitë politike dhe udhëheqësit politik, atyre të cilët janë angazhuar në këtë proces, numërues, antar të komisionit. Është e këshillueshme që edhe pse është në përputhje me detyrimin që kanë të gjithë për të respektuar kërkesat e ligjit, që deklarimet për rezultatet të cilat vinë vetëm pas vlerësimit të fletëve të votimit, paraprakisht nga përfaqësuesit politik, janë pas një lloj vlere dhe janë me kontribute jo pozitive në mbarvajtjen dhe integritetin e procesit. Votat gjenden në kutitë e votimit, të gjithë do duhet kemi durimin të presim numërimin, rezultatin paraprak të zgjedhjeve brenda afatit përcaktuar nga Kodi Zgjedhor, pra jo më vonë se pas ditja e ditës martë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe këtë e konfirmoj me vendosmëri, nuk do të toleroj asnjë rast apo iniciativë e cila shkon kundër integritetit të procesit të numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit.